Mirë se vini në puntatën e radhës të podcastit Përshtjellim. Sot kam nderin të kem në studio një nga politologët më të njohur, jo vetëm në Shqipëri, por dhe në Kosovë, në Maqedoninë e Veriut, Andrin Urallarin, i cili është gjithashtu një mik i vjetër dhe është për ndarë sot me ne një perspektivë të zhvillimeve politike dhe gjeopolitike në Ballkanin Perëndimor, zhvillimet më të fundit në botë dhe natyrisht ato që prekin në xhepat e shqiptarëve, që është ekonomia. Mirë se vini. Mirë se gjeta dhe faleminderit për ftesën dhe për gëzime për podcastin. Më në fund dikush i bën një podcast që dhe ka tru, jo vetëm fam, kështu që jam fans që ditët e para e ndjekjes së podcastit, sepse e di që bën edhe pyetje të mençura dhe diskutim më i thellë se sa komentimi i zakonshëm i lajmeve të ditës. Shumë faleminderit Adri. Unë doja ta filloja në fakt me diçka që ti e ke fort për zemër, të ke qenë promotor i këtyre ideve dhe në Shqipëri, dhe në Kosovë, dhe në Maqedoninë e Veriut, pra në Ballkanin Perëndimor, që janë idet liberale, apo më saktë idet liberale klasike. Saktë. Për të bërë. Po, se njerëzit ngatrojnë e quajnë liberale, marrë me përdalje edhe kështu me libertine, po, se ka një devijim të bisedës, po. Mund ta thoni diçka më shumë lidhje me këtë rrugtim tuaj? Pse i përqafot këto ide në krye të herës, si sollët këto ide në Shqipëri, si ndikoi kjo pastaj politikisht, qoftë në rrugtimin tuaj individual, qoftë për sa i përket Partisë Demokratike ku keni kontribuar në atë kohë? Është shumë interesante që ma bën të pyetje dhe më duket pak si veteran me fol, se u bën shumë vite. Por unë ka pasur ka qenë shumë kontekstuale, edhe shumë gjysmë aksidentale ekspozimi ndaj këtyre ideve dhe vlerave. Kur isha unë student në fund viteve 90, pra në 97 kam ardhur me studiu në Tiranë, ishin pak vendet ku mund të uleshe e të lexoje libra e studioje tamam, dhe unë kisha gjetur USIS, që tani është ndërprerë si agjenci amerikane, që është United States Information Service. Dhe ata kanë pasur dhe ka qenë një American Reading Room tek rektorati. Dhe ato ishin vende shumë cilësore, me kondicioner, kishin të paktën vendet që mund të përdorje shtypin e ditës, mediumet e fundit, botimet e fundit. Dhe duke ardhur, duke i përdorur ato si vende ku mund të studioja, të lexoja, të përgatitesha për provime, në atë kohë merja dhe libra hua, me sfikus të thuash edhe antarësinë. Edhe fatmirësisht i roli i kësaj agjencie së kohë e Shtetit Bashkuar të Amerikës në gjithë vendet e tranzicionit ka qenë për të promovuar idetë e liberalizmit, e kapitalizmit klasik, e sundimit të ligjit, e demokracisë, e drejtave të njerëzit, dhe në farë mënyrë u ekspozova ndaj këtyre librave. Që ishin të pranishëm aty. Dhe një ndër librit kryesor që ende më ka shokuar ka qenë Free to Choose i Milton Friedman, u bëra fan si madh i tij, dhe pastaj ka qenë Road to Serfdom. Madje ai shumë fan si Milton Friedman, se unë kam qenë përkthyesi i parë i Milton Friedman në 2005-ën. Librit Kapitalizmi dhe Liria. Por ai që ndodhi tjetër në përvojën time ishte që ndoqja edhe një klasë që ishte fakultative në Universitetin e Tiranës, që ishte historia e doktrinave ekonomike. Ku aty e kuptova pak më qartë çfarë ndodhte, edhe hyra, edhe pse ishte sfera ime, hyra pak në mendim ekonomik, dhe pastaj përvojë personale interesante ku ngeca ashtu rastësisht si me një kompani kërkimit naftës në zonën e Beratit, ajo që kanë nxjerrë dhe shpiragun e famshëm, me naftë më të mirë në botë sipas kryeministrit. Dhe unë punova me kompaninë kërkimit naftë aty, ata më kapën mua në Berat, meqenëse më flisja disa gjuhë të huaja, dhe aty kishte grupime të ndryshme, kishte fëngjisht folës ishin helikopterët, italianët që punonin me sondat në male ishin italisht folës. Unë e flisja relativisht mirë anglisht, kisha pasur fatin e mirë që të kisha një mësues të korpusit të paqes amerikan në gjimnaz, dhe isha perfeksionuar anglishtën në moshë të hershme. Atë ngeca si përkthyes, pastaj punova në staf aty etj më radhë. Pra, jo vetëm nga ana teorike unë u frymëzova, por edhe nga ana praktike e pash që një kompani, korporate madhe amerikane, ka një sens të jashtëzakonshëm të meritokracisë, edhe të motivimit. Dhe unë nisa si përkthyes, edhe kur përfundova punën aty, isha koordinator i 16 vetave staf, edhe pse isha vetëm 19 vjeç. Sepse aty të linë mundësi për të evoluar. Pra unë kjo që thua ajo dashuria ime me këto vlera liberale. Ju e gjetët Amerikën në Shqipëri si para. Saktësisht. Edhe domethënë ishte një situatë ku aty kishte në atë kompani të madhe, e cila quhej Western Geophysical, dhe që ishte subkontraktuar nga Oksidentali, që ka pas kontratën e parë në Shqipëri, për kërkim nafte edhe në det, përveç se në të zonën e Shpirakut. Ajo kompani kishte 300 veta që punonin, në cilën 100 ishin të huaj, dhe në cilën janë 13-14 ishin stafi përgjegjës.
Edhe unë si një çuna kështu, një mshtak aty, më jepi vetëm për faktin që kisha treguar me rendimente, me këngulje, me përkushtim, edhe isha avancuar, më jepi mundësia me nejt aty. Sa ndikoi Britania më pas dhe Universiteti Cambridge-it? Ai që ndodhi është interesante sepse unë duke patur të lloj fascinimi, u ktheva, humba një vit shkolle, u ktheva në Tiranë dhe nuk humba rast pasaj për të gërmuar e për të shkuar për seminare, konferenca për trajnime liberale. Kam shkuar në shumë prej tyre, përveç se shkollimeve klasik, po edhe shkuar në shkolla verore dhe në seminare të ndryshme, po i piketoja këto që ishin liberale. Dhe kur shkova në Angli, pastaj gjën e parë që bëra, shkova 2002 në Cambridge dhe mandej në 2003 në LSE, unë shkova u antarsova në shoqatën e Hayekut. Hayek Society. Në LSE për shembull Hayek Society ishte shumë e fortë, sepse Hayeku edhe kishte edhe mësim në LSE dhe aq shumë isha frymëzuar sa shkova dhe bëra edhe internship në një think tank libertarian ose liberal klasik, që është Institute of Economic Affairs, që është instituti i themeluar nga Thatcher. Kështu që në këtë aspekt u infektova, por dhe u inkorporova, u integrova në këtë hapësirë ose ekosistem. Për të ngacmuar pak, domethënë shqyet edhe për diçka tjetër, po fabianizmin dhe palaikin sot apo nga marksizmin. Ata të themeluar nga të majtë sindikalist, edhe nga mendimi edhe për ashtu. Absolutisht. Kjo e bën të shoqat edhe më të fortë, sepse këta ishin situash edhe u ekspozova faktikisht, për shembull kur isha në Cambridge, profesoresha që ishte edhe drejtuesja e tezës sime të masterit në 2002-2003 në Cambridge, bëja MPhil atje. Më ngacmonte gjithmonë, se shikonte që unë çato deli libertariane, më ngacmonte, thoshte Adri, thoshte për shembull, ne ishim në një sallë aty, që ishte salla e Keynesit, se Keynesi kishte dhënë mësim aty. Edhe salla që e Keynesit. Edhe më gjithmonë më ngacmonte. Edhe atë në komunitet të vogël të shkollës edhe departamentit të studimeve europiane dhe qendrën e studimeve marrëdhënie ndërkombëtare ku unë isha pjesë, më piketonin, më ngacmonin gjithmonë. Sa herë që vinte Daniel Yergin për shembull, që është një ndër mendimtarët më të mëdhenj të politikës së energjisë, më thrisi mua në mënyrë veçantë, nuk kemi gjithë majt, kemi edhe një si punë Adrit. Edhe aty më sidosh më piketuan edhe më ngacmonin kështu në mënyrë shumë simpatike, që isha dikush një farë rebeli libertarian edhe aty. Pra kështu e kam shijuar edhe gjën e parë, madje pa mbaruar ende këtë research fellowship që bëra në LSE pas masterit në Cambridge. Unë themelova në mars të 2023-shit. 2003-shit, sa vite. 2003-shit themelova shoqatën dhe me objektiv dhe mendjen që kur të kthehesha do bëja një gjë. Sepse ashtu sikurse më rastisi të përfshirshëm në reading clubs edhe në lexime brenda në Angli, të shkova në think tank, 1-2-3 herë që kam kontribuar në OPEC, që ka për think tanku ku isha pjesë, po që u botuan të Scotsman, u botuan të Daily Telegraph, ato që kisha botuar edhe që kisha shkruar të unë për rrugën time të internshipit atje. Dhe kështu është objektivi. Pra në farë mënyrë u bë një lloj misioni im, kjo gjë që të isha një libertarian i pakorrigjueshëm. Edhe një pyetje në lidhje me eksperiencën tuaj angleze. A mendoni që është rastësia apo si mund ta shpjegoni faktin që Britania e Madhe apo Mbretëria e Bashkuar është një lloj Mekë apo Jeruzalemi i mendimit ekonomik? Pra flas këtu për shkollën klasike, Adam Smithin, Ricardon, ju përmendët Keynesin, natyrisht Hayeku ka zhvilluar pjesën më të madhe të veprimtarisë të tij pikërisht në Londër. Pra pse ekonomistët mund të ndejnë botror e marrin frymëzimin? Po sepse qendra më të rëndësishme akademike botërore kanë qenë në Angli. Dhe ishin dhe plus liria, demokracia, fakti që brenda Evropës Britania e Madhe ngelje vetmja si stoike, si një, po themi, bunker i liberalizmit dhe demokracisë dhe nuk u tundua nga tendencat e mes dy luftrave autoritariste, diktatoriale, sepse gjithë Evropa u infektua. Domethënë edhe vendet që pastaj ngelen viktima të fashizmit, ato kishin tendenca fashiste. Domethënë edhe u pushtua Polonia, u pushtua Greqia, po ato vetë kishin regjime autokratike. Pra, u pushtua Franca, po ato kishin tendenca të mëhershme autokratike. Pra në gjithë Evropën, kontinentin të mëhershme parlamentare. Jo, absolutisht jo. Klasin gjithë kontinentin, sepse mund të përmes edhe Gjermanisë. Edhe Gjermania ka qenë një oazë i mendimit ekonomik, i mendimit lirisë, i bindjeve, dhe Austria po ashtu, që ka krijuar shkollën e vet. Pra, ajo që ndodhi në Evropë, që i dha privilegj Anglisë, ishte fakti që si thua, sundimi, kjo lloj kanceri i autoritarizmit, i diktaturës, i fashizmit dhe komunizmit që u prap anë mban Evropës. Pati imunitet në Angli dhe nuk i fitoi Anglinë. Dhe prandaj elitat më të avancuara akademike që nuk hatën të parat që po ndodhin në kontinentin e tyre,
gjetën streh në Angli. Dhe faktikisht kjo ka qenë edhe si thua një ndër edhe fat, si thua, faktikisht ka qenë fat i Anglisë sepse mendimtarët më të mëdhenj të Evropës, të cilët ndjeshin të rrezikuar brenda kontinentit për shkak të fashizmit edhe komunizmit, u streuan ose në Britaninë të Madhe ose në Shtetet Bashkuara të Amerikës, por padyshim vlen ajo që theti më herët. Aty është zemra e demokracisë, aty është zemra e liberalizmit, parlamentarizmi, partitë parapolitike, diktatorët. Po dhe aspektin ideologjik, domethënë të kufizimit të pushtetit, qoftë me Magna Cartën, qoftë me habeas corpus, qoftë me revolucionin e lavdishëm anglez, që konsolidoi parlamentarizmin, po dhe qoftë me mendimtarët, ke John Stuart Mill për aty, ke John Locke, babai si thua i mendimit liberalist, kemi Adam Ferguson, kemi Adam Smith, babai i ekonomisë, pra ishte një terren fertil dhe i sigurt që garantonte lirinë akademike dhe pastaj u bë magnet për gjithë ata që ishin rrezikuar në kontinent. Me këtë background profesional natyrisht dhe akademik ju vinit në Anglia, ishit iniciatori kryesor që formuat Institutin Liberal dhe mandej një pjesë juaja, ju dhe kolegët tuaj, krijuat edhe atë shtunën kurizore të themit apo një pjesë të mirë të kopit të Komitetit të Orientimit Politikave, të cilët ishin një nga faktorët e suksesit 2005 të Partisë Demokratike. Mendoni se ishte një eksperiment suksesi që solli ideologjinë për herë të parë në Shumë e vërtet kjo, edhe Victor Hugo thotë që nuk ka gjë më të fuqishme në botë se sa një ide së cilës si ka ardhur koha, ose është aty në momentin e dur. Dhe në atë shtetësinë e debateve ideologjike të personalizuar, në baltosje personale, ne ishim erdhëm aty si një valë refreskie, njerëz që sapo ishim ekspozuar ndaj vlerave, ideve, por njerëz që kishin parë një farë shkollimi solid perëndimor. Dhe pra në mënyrë shoqëria e kohës kërkonte debate përmbajtësore, se ishin të lodhur nga valta. Partia Demokratike dhe zoti Berisha asaj kohe kishte një farë reflektimi personal që me vazhdu me gjuhën e rrugës e protestave, ishte periudha e 2000-2002, ishte jo e dobishme, nuk solli liveri të madhe, kështu që ishte një lloj urrëtuan yjet siç duhej. Domethënë ishte një kontekst i mirë, ishte një kontekst i pavorshëm dhe ishte një fazë ku po ktheheshim ne nga disa studime pak më ndryshe, ishim ekspozuar ndaj Po si shpjegohet Nurellari që 20 e ca vjet më vonë ne nuk kemi arritur ende ato standarde. Pra ne duket se ku kemi bërë prapaktheu, qoftë për sa i përket debatit parlamentar, qoftë për sa i përket përfaqësimit të ideologjive në debatin publik, qoftë për sa i përket politikave publike etj. Është shumë e vërtetë, edhe kjo është një dramë shqiptare, por edhe është studiuar mirë. Domethënë në kuptimin që më fal, edhe përfaqësimi ka degraduar. Absolutisht, aty nuk dal. Ka qenë një studius i 98-s ka folur për ekuilibrin e reformave të lëna në mes. Dhe ai ka vënë në dukje që ka një tendencë në Evropën e tranzicionit ku mbështetësit e investitorët e statu quo-s nuk janë ata që u dëmtuan për ndryshimit, por ata që përfituan për ndryshimit. Dhe ai vënë në dukje që një teori, po themi, që fitimtari merr gjithçka, ku pikërisht elita që udhhoqën tranzicionin, këto tani nuk donin të çonin reforma deri në fund. Se po të çonin në fund, e para njerëz do kishin mundësi me abuzu me pushtetin, pra po të çonin në fund reformat e fundimit të ligjit e demokratizimit, dhe dyta mund të rrezikoheshin rrethatacionet. Dhe i lanë në mes, i lanë një lloj limbo institucionale. Dhe kjo është shumë mirë e matshme. Po shikoni për shembull së fundmi kanë dalë të dhënat e Varieties of Democracy, që ti e di shumë mirë si akademik, që është një ndër burimet ose mos burimi më autoritativ i demokratizimit në botë sot, por edhe të tjera studime, siç është ajo e njësisë inteligjencës e The Economist, e Freedom House, e vënë në dukje që Shqipëria kishte autokraci elektorale. Sakt. Pra një zonë hibride gri që as nuk është autokraci, as nuk është demokraci funksionale. Dhe ne shikojmë këtë gjë, që kemi një kurpë rritje, pra beshin reformat, edhe ne faktikisht kemi qenë atë fazë, në fillim viteve 2000, por pastaj elitat nuk kanë interes të çojnë reformat deri në fund, dhe çfarë bëjnë? As nuk rishqasin në autoritarizëm, se pastaj ballafaqohen me sanksione, dhe as nuk i shtyr reformat më tutje, se pastaj humbasin pushtetin edhe vjen pra përgjegjësisë me pranga për abuzimet. Dhe kanë lënë këtë lloj limbi, dhe kjo duket edhe në studime. Kemi një përmirësim të ndjeshme, ndryshime domethënëse në nivel e demokracisë, dhe kemi pastaj një rrafshim në mos përkeqësim, sepse sipas Videmit,
unë edhe Brian shkrim për të gjë para pak ditësh. Shqipëria ka një përkeqësim. Pra në të 10 vjet, nga 2015 deri në 2025, pa çka se këtu kemi një reklamim të madh të pasaportës evropiane etj. Ne kemi një përkeqësim të zbetë por tregon tendencë. Po, Dhe kjo ka ndodhur. A është kjo për vendet në tranzicion, se ju përmendët, sepse duket që vendet në tranzicion disa e kanë kryer ciklin dhe janë bërë demokracisë të konsoliduara, Estonia, Slovenia, fjala pia. Ndërkohë që kemi demokraci perëndimore sot që po vuajnë nga shumë simptoma. Dakor, po, që është e vërtetë kjo gjë dhe populizmi. fatkeqësisht matja e demokracisë ose rrshitja nga standardet e demokracisë është një tendencë globale që po vjet re në shumë vende. Por ne qajmë hallin tonë, me thënë drejtën, edhe sepse në fund fundit do të kuptuar diçka që ndryshe nga ç'është menduar më para dhe ajo dehja e entuziazmit të rënies komunizmit, fakti që bie komunizmi, nuk do të automatikisht vjen demokracia. Dhe bile është një në librat e mi të preferuar të viteve të fundit e Acemoglu's, nobelistit, i cili e quan këtë korridor i ngushtë, që ne kupton që demokracia dhe liria në vetvete janë gjëra shumë të vështira, janë gati aksidente dhe duhen kultivuar jashtëzakonisht, duhet përpjekur. Pra nuk janë gjëra që vinë në automatike. Ai iluzioni jonë që hoqim komunizmin dhe automatikisht do kemi liberalizëm dhe demokraci, është iluzion i cili nuk qëndron. Dhe rastet e ynë është që tranzicioni është permanent, që është faktikisht është oksimoron faktikisht, me thënë që tranzicion permanent, por ne nuk kemi, ne jemi në limbo. Mos revolucioni permanent. Po pikërisht. Pra është një farë, po themi, tautologji në këtë aspekt, por kjo është situata. Dhe neve e vuajmë më së shumë të gjë. Do t'ju ngacmoj në lidhje me një dimension tjetër të fortë publik që ju keni pasur vitet e fundit, që ka qenë Kosova. Aty që ju keni pasur aty angazhime politike, jeni antar i kryesisë Partisë Demokratike të Kosovës, më herët keni qenë konsulent i disa organizatave ndërkombëtare në Kosovë, por dhe i qeverisë Kosovës. Ne gjithmonë e kemi parë Kosovën si një shembull pozitiv, pak nga Shqipëria, ata ndoshta na shohin ne në mënyrë të tillë, po i referojmë këtu proceseve politike. Së fundi kemi një krizë mbi një vjet politike dhe institucionale në Kosovë. Si shpjegohet kjo dhe si mund të tejkalohet kjo krizë funditës? Së pari njerë livadhi komshisës gjithmonë me i gjelbërt. Është një farë iluzioni që së dyti, për së vërtetës, gjërat kanë funksionuar shumë më mirë në Kosovë më para dhe kjo është falë nga njëra anë një elite shumë përgjegjshme patriotike, edhe unë kam pasur privilegjin me punu shumë afër dhe kam qenë në Kosovë edhe në 2007-2009. Edhe prej 2013 rregullisht duke punuar afër Hashim Thashit, Kadri Veselit. Dhe ata janë njerëz cilët kanë qenë të gatshëm me dhënë jetën për ideal. Dhe ka pasur një sens të jashtëzakonshëm përgjegjësie dhe morale dhe patriotike, që kombinuar me ndihmën bujare ndërkombëtare, me faktin që ata kanë qenë të pranishëm në shumë hapësira të shtetformimit, e ndërtimit të institucioneve, ka sjellë një konsolidim që lindte dhe bën një kontrast jashtëzakonshëm. Pra këtë vështrimi juaj është i vlefshëm më herët. Zgjedhjet nuk kontestojnë, dhe sot ekseliti dhe rezultati si ato. Jo, kontestojnë, sepse kemi pasur disa të hapura që është një hap pozitiv për sa përket demokratizimit të partive politike. Nuk besoj se është hap i mirë. Kemi disa parti politike, jo si në Shqipëri që është si sistem dual. Ta mbaroj pak. Se pra konstatimi juaj që më herët ka qenë shumë më mirë në Kosovë, s'ka dyshim. Domethënë niveli i përgjegjësisë, niveli i dhënies dorëheqjes, niveli i pranimit të rezultateve të zgjedhjeve pa e kontestuar, niveli për shumë aspekte. Dhe fal ndihmës ndërkombëtare. Të merremi vesh sepse nëse ka sundim ligji atje është edhe sepse deri në 2018 atje EULEX-i, që është misioni evropian për studimin e ligjit në Kosovë, ka pasur atribute ekzekutive të vitit të arrestonte. Pra, ka pasur një monitorim edhe mbikëqyrje edhe coaching, si thua, në çdo aspekt. Kjo është elementi i parë. Pra, përshtypja juaj është shumë e saktë e asaj periudhe. Për sa i përket pastaj problemeve të sotshme, do të nisim edhe baza ku ne nisim. Edhe neve kemi pritshme shumë të ulta. Shqipëria është në nivelin e një shteti kapur, i krahasuar vetëm me vendet e Azisë qendrore ish sovjetike ose të Amerikës Latine, me një nivel të jashtëzakonshëm kriminalizimi dhe me një disfunksionalitet kapilar. Shqipëria në 2030 i paska gjithë ato simptoma? Po, absolutisht. Po unë bile kur më pyesin miqtë huaj them që Shqipëria është pak si ai pianeci në metron e Londrës që nuk shembet në tokë sepse ka shumë pasagjerë tjerë që e mbajnë në këmbë. Po të ishe vetëm në vagon, ishe shembur tokë. Dhe kështu ecën në Shqipëri fatkeqësisht. Ne kemi parë edhe kjo dita ditës po vjet re
që niveli i kalbëzimit, niveli i paaftësisë institucionale, niveli i dështimit nga institucionet e sigurisë që iranianët hynë e dalin së fundmi dhe në postën. Po jemi vëndantar i NATO-s, ndoshta Dakord. NATO garanton kufitan. Qoftë Jo, ndaj sulmeve kibernetike. Sigur, jo, e para nuk ka garantuar, sepse ne Homeland Security sapo ka nxjerrë dhënat e postës. Por për tek kësaj, siguria lidhet edhe nuk është vetëm çështja e kufive, sepse në fundit para se nga garantu NATO, ne jemi ishull në NATO. Domethënë në veri kemi antar Malzi, Kroaci, në lindje kemi Maqedoni, në veriut në jug kemi Greqinë, kështu që nuk kërse kemi kërcënime në formën e hard security ose sigurisë klasike. Ne kemi formate të tjera të sigurisë njerëzore. Ne jemi një vend që një ingrat që humbi jetën në Lum para pak javësh, u detyrua me kërku ndihmën e FSK-s së Kosovës, sepse ne kemi kapacitete bazike për të siguruar shpëtim kërkimin. Ashtu sikur se e pam në krizën e jashtëzakonshme të zjarreve, ku nuk jemi vetëm vend në rajon që nuk kemi. Kryeministri ka thënë që ne do prodhojmë dron për të monitoruar asamblenë e NATO-s që do jetë vitin tjetër në Tiranë. Jo, kryeministri e para një kryeministri është një ndër ka ngritur dhe kompani shtetërore, ka jo. Se s'po gjej dot fjalën, më thënë është një ndër xhonglerët dhe prestigiatorët më të mëdhenj në botë në këtë aspekt, edhe aftësia e tij për të thënë fantazira në kushtet kur realiteti është shumë brutal dhe hendeku midis fasadës që ai përpiqet të portretizojë dhe realitetit është një humnere jashtëzakonshme. Si ka mundësi që votohet? Ky bisedë tjetër, pa vetë pak mund. Por të parë një marrim rast. Për shembull, Delmet Diellën, që është ministri i parë që bën lajmet e botës, po ndërkohë në SPAK dita ditës shkon shefja e AKSH-s, e sistemit tonë të qeverisë elektronike, e implikuar me krim të organizuar dhe me akuza shumë të rënda. Flet për tendera elektronike dhe inteligjencë artificiale, ndërkohë që siç e përmenda më herët, iranianët hynë dalin në sistemet tona të databaseve. Ky nivel i hipokrizisë, thonë, edhe kontrasti dhe biles sa më rëndë situata, aq më mëdha edhe mashtrimet. Nuk kemi asnjë përpjekje me i afru bashkë, por kemi vetëm thellim. Edhe në rastin konkret, fal NATO-s, ne nuk kemi shembur, pra NATO-ja është një ndër ato institucione që na mban në këmbë, që nuk shembemi brenda vagonit të metros, por situata është jashtëzakonisht e rëndë. Domethënë, për shembull, shikoni çfarë ndodh në krizën e zjarreve. Janë ndjekur mbi 50.000 hektarë, që janë 10 milionë euro në lëndë rusore. Pa llogaritur koston e fshatarëve që kanë pasur toka ose që ju kanë ngordhur kafshët. Dhe ne nuk kishim asnjë avion që të fikte zjarrin. Erdhi, kërkuam lëmosh e na ndihmuan vendet qinje dhe Rumania. Pse? Sepse ndërkohë që Maqedonia e Veriut, Maqedonia e Veriut ka flot me 3 avion Air Tractor 802, se unë kam dhënë mësim atje dhe kam shkuar rregullisht dhe kam qenë i befasuar për të mirë, kur kam parë që ata kishin avionet e tyre për fikjen e zjarreve. Air Tractor 802. Po këtë do të bëj pyetje teatri. Kushtojnë 3 milion. Absolutisht. Investimi i qeverisë për të zbukuruar piramidën, jo për të ndruar nga para, ka kushtuar 14 milion. Ndërkohë që me ato mund të ishin bler fare mirë një flot e avionëve për fikjen e zjarrit. Maqedonia ka 2009-ën, Malizia ka për 2010-s. Jam dakord, por pra këto janë si ilustrim për treguar sa është dështimi i garantimit të sigurisë njerëzore. Po kemi një paradoks shumë të madh. Pra ju përmendët rastin e Kosovës, përmendën rastin e Maqedonisë së Veriut, mund të përmendim rastin e Bosnjës së Hercegovinës e tjera vende të Ballkanit Perëndimor apo Malizi, të cilat kanë simptoma të ndryshme, të cilat normalisht duhet ta pamundsonin për shkak të krizave politike, shoqërive multietnike, probleme me kufit, etj për mos u zgjatur, nuk duhet ishin kaq efektiv, domethënë në raport me shërbimet që ato ofrojnë qytetarëve të tyre. Dhe është e kundërta, është Shqipëria, një vend monoetnik që kena John Stuart Mill e dim që janë vende më të prirura për demokratizim të shpejt, një vend i cili nuk ka pasur probleme me kufive, me shtendërtimin apo me konformimin, siç do thoshte Klausofe në ato triple challenge që ishin në fillim të viteve të tranzicionit. Dhe ne sot duhet ishim antarë i Bashkimit Evropian. Pra ne kemi gjithë këto simptoma, ndërkohë që jemi në absolutisht, edhe neve, edhe prandaj u mendoj që jemi dështimi i elitave. Është një dështim i jashtëzakonshëm i elitave. Dhe edhe po shikojmë pra vende fqinjeve që po përmendim, nëse në zgjedhjet e ardhshme do kemi pra Ramën e Berishën. Domethënë janë njerëz që janë bërë figura publike prej 91-shit. Do më imagjinoni për shembull me pa prapë në zgjedhje figurat. Po Kosova një vit pa qeveri legjitime, si shpjegohet që jo, flasim me çfarë institucionet funksionojnë. Jo, përmendëm për Shqipërinë një herë, Në Shqipëri
domethënë kemi kalbëzim të elitave të pa precedenta. Domethënë me përjashtim të republikave ish sovjetike, ku edhe aty për shembull Kazakistan ka pasur lëvizje, edhe Uzbekistani ka pasur lëvizje. Elitash, i ketë njëjtit. E të njëjtit njerëz, Edi Rama, Sali Berisha, Ilir Meta, të cilët u bën protagonistë një publike shqiptare në dhjetor të 91-shit. Sali Berisha s'ka qenë pushtet nga 2013, viti larg 2013. Jo, ne po flasim. Ne faturojmë problematikën e qeverisë aktuale, me thënë ish opozitës. Jemi më keq. Nuk jemi duke folur për qeverisë, jemi duke folur për nivelin e demokracisë, nivelin e institucioneve, nivelin e organizimit parlamentare, nivelin e organizimit të qeverisë lokale. Edhe Orbani në Hungari ka më falni sekondë. Nuk duhet të them që opozita ka faj vendimtar. Ka faj proporcional. Nëse elita politike është e zaktuar nga këta figura, nëse ka 30-40% të parlamentit, aq është edhe pesha e përgjegjësisë në fundit, sepse nuk është se këto janë ekskluzive simptomat të zotit Rama, po janë të trashëguara. Ata edhe biznesmenit ndajnë bashkë. Të njëjtit njerëz që janë bërë të pasur të fuqishëm e kanë kontroll në kohën e Berishës u bën me Ramën. Të njëjtit njerëz të cilët fituan privilegjet e para nga koha e qeverisë Berisha, këto privilegje ju konsoliduan edhe morën që nuk votojnë partitë e reja pastaj se ka pasur ofertë politike në Shqipëri. Ne kemi 140 parti politike, kemi 50 parti politike që marrin pjesë në zgjedhje. Kjo është pyetje tjetër. Për të vënë konstatimin e parë një. Jo, fakti që votojnë tregon që kanë qenë të suksesshëm për elektoratin. Jo, detyrimisht. Se dominojnë rregullat e lojës. Nuk është as dominojnë rregullat e lojës dhe pamundsojnë hyrjen, koston e hyrjes, do të rritin koston e hyrjes dhe pamundsojnë hyrjen billteke për studi për të punë. Me Westminster Foundation, që ke vënë duke këtë gjë, si pak të tjerë, se sa e madhe është kosta e hyrjes njëte politike shqiptare. Sepse ata kontrollojnë institucionet, kontrollojnë, ata janë, me marrë vetëm një element, që është edhe kriza më e madhe e Shqipërisë, që ti dhe sigur të kesh bësh përpjekje, ndërkohë që ata kontrollojnë mediat, kontrollojnë kohën në media, kontrollojnë financimet, fondet qeveritare, ndryshon rregullat e lojës para çdo palë zgjedhjeve, siç po duan të ndryshojnë pra, me ja qëndis vetes kostumin sipas masës trupore. Por ka një gjë, ata edhe numërojnë. Pra, ja kemi varur mëlçit në qaf ujkut. Nuk është kjo rast. Po ruaj njëri tjetrin ama. Jo, ku po themun, pra, se e lidhem te kosto e hyrjes në politikë dhe fakti s'ka partitë reja, partitë reja nuk janë shumë suksesshme. Sepse ata merren me numërimin, pa çka se kur i Leverdis flasin edhe për numërim elektronik, asnjë s'ka interes mirëfilli ta bëjë numërim elektronik. Dhe aty është edhe si thua çelësi kryesor i hipokrizisë së madhe. Sa kur vjen puna për të vjedhur të tretët, ata janë në koordinim të jashtëzakonshëm. Kur vjen puna për të pamundsuar palët e treta që të hyjnë në lojë, edhe unë kam provojën personale në Kuriz, sepse unë kam qenë një ndër bashkëthemeluesit edhe sekretari i Partisë Drejtësisë dhe Imunitetit, unë kam parë që do thotë është parti e re, parti jashtë loje. Që në fakt në atë kohë arriti kulmin e saj elektoral. Me vështirësi të mëdha, po. Dhe sa vështirë është kur nuk je në rresht. Ashtu sikur se kemi pasur një nisëm edhe për kandidim në Tiranë, në Tirana, me Qeqi Bojaxhiun 2015, dhe prapë kemi parë, pra unë përveç se flas çka ke shkruar ti dhe shumë të tjerë për këtë gjë, por edhe është në Kuriz. Do të thënë kontrolli është kapilar. Nga niveli i ndryshimit të ligjit, që ligjin e bën si plastelinë, ndërkohë që ligji edhe sistemi zgjedhor duhet të jenë shtyllat e sistemit, e shtetit. Rregullat e lojës të ndryshojnë sipas interesit të dy palëve kryesore sa herë që sfidojnë. Dhe në mënyrë më harbute të mundshme, nga një anë shikojnë që këta ndjekin karige ose edhe molotov, dhe nga ana tjetër merren vesh që në mes natës, mund mes verës, në korik, kur nuk ka as monitorim, as debate, as emisione televizive, shkojnë e votojnë me konsensus të plot, një deformim radikal të sistemit zgjedhor para rendës, se ata vetë kishin votuar më herët, pra këtu është bllokuar sistemi. Jo se oferta ka qenë shkëlqyer, alternative, dhe unë mendoj që një pjesë e njerëzve që mund të bëjnë një ofertë të mirë, më thoshën mërshëm e kuptoj që kjo është një lojë pa rregulla. Domethënë këtu është MMA, këtu nuk është as me nuk ka këtu ndaluara gjuhjet e postpresit, domethënë edhe fakti që SPAK po na nxjerr hera herës dhe dekonspirimi e kontratit dhe Skyt që në këtë proces elektoral ka qenë përfshirë trafikant të nivelit global, që kanë qarkulluar 100 milionë euro drogë, edhe që arrin nivelet që emërojnë emra të përveçshëm, emërojnë kandidat, bëjnë deputet. Të vetëm na tregon se sa e vështirë është kostoja informale e hyrjes. Pra kosto formale është jashtëzakonshme, shto edhe koston informale,
kur ballafaqohesh me krimin e organizuar, ballafaqohesh me presionin personal, me dhunën, atëherë pastaj kjo është e kuptueshme. Jam I sigurt se mund të flasim orë dhe ditë tëra lidhe me krizën dhe arsyet e ngërçit politik që kanë në Shqipëri dhe bllokimit të qarkullimit të elitave, por unë dua të kaloj në dimension tjetër, të cilin ju e keni trajtuar sidomos në një seri shkrimesh së fundmi, është dimensioni ekonomisë në krizë, sidomos në Shqipëri, po dhe modet e tjera të Ballkanit Perëndimor, duke filluar nga sektori i ndërtimit. Duke qenë se ai është lokomotiva e ekonomisë shqiptare, ka qenë vitet e fundit, ju keni parashkuar një lloj krize duke bërë një analizë sistemike të faktorëve strukturor që e bën të pashmangshme këtë gjë. Ku e bazoni? Ndërkohë që raportet e Bankës Shqipërisë apo të Instatit janë shumë pozitive në lidhje me Së pari një herë, kjo është një rregull I thjeshtë, ofertë kërkesë. Dhe në qoftë se kërkesa tkuret dhe oferta fryhet, ne faktikisht kemi një krizë mirëfillt. Dhe në kushtet kur në Shqipëri ikën 3% e popullsisë çdo vit. Dhe këtë e dim jo nga Stati, por e dim nga Eurostati, I cili tregon numrin e shqiptarëve që marrin rezidencë për herë të parë, dhe që ka qenë mbi 60.000 në 2024, ka qenë mbi 70.000 në 2023. Dhe ata kryesisht të moshës aktive. Pra ne kemi tkurje të paimagjinueshme të popullsisë, dhe vetë censusi e tregoi në 2023 që Shqipëria është vendi I parë në botë për sa I përket numrit të popullsisë që jeton jashtë. Dhe është pa precedent sepse edhe vendet që kanë pasur konflikte, si Libia, Afganistani, Siria, nuk kanë këtë shpopullim dhe këtë braktisje të vendit që ka Shqipëria. Tut pastaj fusim edhe elemente të tjerë që fryrja e çmimeve që janë bërë, çmimet të papërballërueshme për familje normale, për mesatare, çto pastaj edhe faktin që Po si shpjegojnë ligjet e ofertë kërkesës këtë? Jo, jam duke mbaruar. Pra nuk domethënë kjo është në devijim. Edhe shikon, dhe nga ana tjetër kemi një super ofertë që shfryhet, janë dhe mbi 75 leje kullash mbi 100 metra. Kuptojmë që në vendet që kanë kulla mbi 100 metra të larta, janë vetëm Moska dhe Stambolli me këtë shifra. Nuk kanë qytete të tjera në Evropë. Dhe ato janë flasim Stambolli 70 milion. Pra nuk ka qytete të tjera të mëdha që të kenë kaq shumë kulla. Sa ato që janë në Shqipëri. Domethënë është absurditet I jashtëzakonshëm. Është një iluzion I jashtëzakonshëm dhe këtu shtohet pastaj që është thelbësore me vundukje, që shtohet tu që kosto është rritur, taksat janë rritur, shtetërore, bazuar në referencat e çmimeve. Pra nga një anë janë rritur shumë oferta, nga anë tjetër është tkurrur shumë kërkesa dhe potencialisht ata që mund të t'i blejnë. Kjo është mënyrë pashmangshme. Kjo është pyetja sepse këtu duket se ne we defy, domethënë pra çdo lloj ligjësie ekonomike. Pra nga një anë ju po thoni me të drejtë, gjitha këto janë shifra shumë sakta. Ne nuk e sfidojmë, që ne kemi dhënë 1.9 milion metra katror vetëm në Tiranë. Pra ne kemi shtuar shumë numrin e leve të ndërtimit. Nga ana tjetër është rritur jashtëzakonisht kosto e ndërtimit, gjë që është reflektuar edhe në çmimin përfundimtar. Nga ana tjetër ju sapo e thatë që kanë ikur shqiptarët dhe sidomos ata që kanë fuqi blerëse. Si shpjegohet që vazhdojnë ndërtohet dhe vazhdojnë të blihet, sepse nuk e kemi parë këtë krizë. Kjo është një, e para një herë me logjikën që përmendi ju, që e përdorni në ndi që s'është juaja kjo, kjo është liga që qarkullon më së shumti. I bie që fakti që unë s'kam vdekur deri tani, I bie që do jetoj për jetë. Me këtë lloj logjike argumenti. Sepse deri tani jam gjallë. Po s'ka plasin zakonisht. Jo, ta mbaroj pak. Ka 8 vjet që flitet për. Jo, ta mbaroj. Dhe nuk po plas. Jo, ta mbaroj pak argumentimin, se kjo është gjë e komplikuar, nuk jam si flokët që e pret sa shkur duash. Kjo do ta shtelloj pak. Se vetë hapi një temë të komplikuar. Pra, logjika bazike e njerëzve që janë të palexuar, të pastudiuar, që nuk shikojnë raporte të tjera, është që llogarisin me përvojën e tyre. Dhe kjo shpesh quhet sjellje kopeje. E bën ai pse e bën ai, e bëj unë, masi e bën ai, s'është budallaku që e bëj dhe unë. Dhe këtë kemi në shumë sfera neve. Nuk kemi rastisht vende që kemi shumë kafe për kokë banorin në Evropë. Në botë, më fal. Nuk ka luajtur Spanjën për 7 vitesh. Nuk është rastësi që ne jemi pika karburanti, doktore, çdo gjë, farmaci. Nuk është rastësi që edhe pse ishin mbyllur firma piramidale, njerëzit mbanin radhën me çuft para tek Sudja, që me gjithë respektin po ishte një ish rroba qepse në një zonë të përhumbur të Tiranës. Edhe ziershin me bryla kur fuste para atje. Pra ne kemi një traditë që duam paraqyl shpejt dhe kemi të sjellje kolektive, kope, psikologjike. Dhe kemi këtë problemi thelbësor të arsimit e shkollimit që njerëzit nuk kanë mendim analitik dhe varet vetëm nga përvoja. Edhe duke qenë se njerëzit janë gjallë, i bie që do jetë për ne dim që kemi njerëz të dashur, kemi
të afërt që kanë ndruar jetën, e dim që vdekja është e pashmangshme. Dhe kjo është edhe ligjësia e ofertë-kërkesës. Edhe aty vdekja është e pashmangshme. Në qoftë se kjo agoni, kjo si thua vazhdon, në kuptimin e fryrjes, ti vetëm e bën më të rënd korektimin. Korektimi ka për ta s'ka asnjë pikë pyetje. Por vetëm e bën më të rënd, më të vështirë. Ashtu sikurse nëse njerëzit fusin fina piramidale akoma në Mars të 97-s, pa çka se në dhjetor ishin ngrirë vefa dhe gjallica, ashtu dhe kjo gjë është e njëjta situatë. Në fakt që njerëzit ende futen aty para. Po na thoni se ky është lajm, që një krizë ekonomike financiare e pashmangshme, e cila detyrimisht do të shëndijë një krizë politike. Po besoj se po, sepse përgjegjësia është e madhe. Unë mendoj se kjo, se nuk kemi vetëm një fluks këtu. Mendoj se kemi tre flusë të fluskën e turizmit. Sakt. Domethënë, dhe këto janë të martuara bashkë. Sepse kanë ushqyer njëra tjetrën. Dhënia e një iluzioni përfitime të shpejta nëpërmjet turizmit. Ushqimi atë iluzioni. Se kemi arritur dëm 12 milion turistë në vit, domethënë. Nuk janë turistë, janë vizitorë të huaj, në të cilët mbi 5 milionë janë qytetarë të Kosovës, edhe një pjesë të mirë janë qytetarë të Shqipërisë, të cilët kanë marrë shtetësi të huaj, dhe një pjesë e mirë janë qytetarë të Kosovës që kanë shtetësi të huaj, të cilët e kanë tranzit, sepse kur vjen puna tek numri i fjetjeve është inekzistente. Është qesharake. Domethënë, nëse numri i fjetjeve deklaruar është 6 milion, 7 milion, këta tjerët kanë netur në ajër, kanë pasur çadra, kanë pasur kampera, kanë evazion fiskal. Dhe ajo po tjetë prapë përmasë ata dy fishojmë prapë. Nuk kemi krahasuar në numrin e fjetjeve me një vend si Malizi që ka 5 fishin ton. Pashka se numrin e hyrjeve ka shumë të ulët. Pra, këtu ngatrohet ai që është dhe numri i fjetjeve është argumenti kryesor. Dhe numri i fjetjeve mund të matet, sepse në fundit së fundmi departamenti drejtoria e atatimeve nxori se sa janë të dhënat e booking, që është platforma kryesore, që është pjesën e luanit të prenotimeve në Shqipëri. Pra edhe ky numër është i maksimum pak a shumë, se sa është pavarësisht evazionit, pavarësisht informalitetit. Po dhe sigurisht dy fish, ja marrën me qenë që është dy fish, prapë është e papërfillshme, duke krahasuar sa para po hidhen, sa investime publike janë duke u bërë dhe iluzioni që po sill ndërtimi pas tij. Pra, dhe një arsye pse kemi të hov ndërtimi është iluzioni që neve po shpërthejmë turizëm. Tani nga atë turizmi pastaj ka një rritje të vizitave të huaja, por dhe e ritëm ka rënë. Nëse për shembull kishim një rritje prej 37% nga 2022 në 2023, nga 2024 në 2025 kishim një rritje prej 3-4%. Pra dhe ritmi i rritjes ka rënë. Pra aty kemi ftofje. Ashtu sikurse ritmi i rritjes së çmimeve të banesave të shtëpive në Tiranë ka rënë, kemi ritmin e njëjtë, kërcen 10-20% çmimi në vit. Ashtu e kemi edhe pra në farë mënyrë tregu po i jep sinjalet e veta. Kemi dy kriza lokale që sapo përmendët, krizën e ndërtimit dhe krizën e turizmit. Kemi krizën e tretë. Kemi krizën e tretë që është kriza ndërkombëtare, apo? Kemi krizën e tretë vendase që është buxheti i shtetit, sepse largimi kaq masiv i qytetarëve nuk kompensohet me prujet huaja, paçka se ne shikojmë qytetar aziatik në vende kyçe që vinë në shërbime, ata nuk kompensojnë dot. Për shembull, shifra e fundit në fund 2023 rezulton që qytetarët e Republikës së Shqipërisë në Bashkimin Evropian, që kanë rezidencë, llogarismi që 50.000 në vit marrin shtetësinë, kanë rezidencë janë të 850.000, e për të njëjtin vit shtetas të huaj në Republikën e Shqipërisë ishin me rezidencë 24.000, në të cilët 5.000 ishin qytetarë të Kosovës. Ka ndryshuar pak sa shifrat, por kaq aty jemi. 24.000 që vinë. Ka shumë shqiptar që po qajnë që tonë po na vinë Bangladeshasit, po na vinë Filipinasit, po na vinë po marrin punë të shqiptarëve. Po, kjo mund të jetë edhe manifestim racist. Se ne jemi të pamësuar. Në vendet që janë të pamësuar, kanë këtë problem, siç ka pasur grekët kur u ballafaquan me ne, por nuk janë për masat më mëdha. Përkundër asaj vend sa sektor kyç ku është e vështirë me gjet. Por ata nuk po vinë masivisht, me thënë drejtën. Do ishte mirë që të kompensonin disa prej bankësive. Por fakti është ky, rezident në Shqipëri të huaj vitin e kaluar janë 28.000. 2023 që doli dhe dhëna ishin 24.000. E shumica edhe një pjesë grupi kryesor përbërës i tyre janë qytetarë të Kosovës. Por prapë se nuk mund të kompensojnë të gjë. Dhe çfarë sill kjo gjë? Kjo sill rënien e sigurimeve shoqërore që janë burim kryesor i të ardhurave të qeverisë, rënia në TVSH që është burimi i dytë kryesor, rënia në akciza, rënia në konsum. Megjithatë Adrin se më lejon. Pra kriza e tretë për ta shpjeguar se lash në mes, për ta shpjeguar kriza e tretë është buxheti i shtetit. Që njerëzit do paguajnë taksa, po të kurren masivisht. Po ashtu, sektorët kryesor, biznesmenët më të mëdhenj që janë partnerë të qeverisë, ortak të qeverisë, më të privilegjuarit, nuk janë në sektor prodhimi, janë në sektor të shitjes me pakicë. Pra, kjo kërcënon jo vetëm buxhetin e shtetit, por kërcënon edhe bizneset kryesorë të vendpunëdhënësit më të mëdhenj, të cilët janë drejt për drejt lidhur me fuqinë blerëse.
E kur kjo fuqi blerëse të kuret me këtë përmasa, ku popullsia aktive po bie, ku mosha mesatare jon ka vajtur të Bashkimit Evropian. 2023 mosha mesatare ishte 43.5. Po, ama në 2020 në janar të 2000, e vërtet ajo, por në janar të 2025 ka vajtur 44.3, mesatari i Bashkimit Evropian është 44.7, me siguri me ikjet e vitit kaluar, e kemi kaluar dhe mesatarin e Bashkimit Evropian. Në kushte moshe, nuk ka konsum, nuk ka as punë. Ju keni shumë drejt në analizën tuaj sipas optikës suaj, por Jo s'është optika ime kjo. duhet vënë Kjo janë rregullat e lojës. Jo optika ime. Unë me që morët atë të buxhetit. Tani ka një pikpamje tjetër nga ana e qeverisë. Po. I referojmë këtu deklaratave zyrtare të Ministrit të Financave dhe Kryeministit Rama, të cilët ka disa indikatorë shumë mirë, për shembull 7.6 miliardë euro buxheti i shtetit, buxheti më i madh që kemi pas në historinë tonë. Buxheti më i madh i shëndetësisë, pavarësisht se shëndetësia tani përfshin shumë çka tjetër përveç shëndetësisë, thonë që është në ana tjetër 2% i shpenzimeve të PPB-s për mbrojtjen, duke krijuar dhe uzinën shtetërore shqiptare të Kajos, për të arritur dhe të prodhojmë deri te dronët e tjerë. E treta është fakti që është ulur borxhi i ndjeshëm nga 75% në 56%. Po janë të themi parametra makrofiskale të cilët ka rënë papunësia, do të thotë nga 6.5 ka qenë në 2019 ka rënë fal largimit të emigracionit, po. Dakor, po qeveria këto i paraqet si argumenta, shtesa apo ishin kursyer shumë lek vitin e kaluar nga sigurimet, të cilat natyrisht do reflektohen sipas premtimit të qeverisë edhe në një rritje për pensionet plas, gjithashtu dhe bonusi pensioneve që është dhënë dhe do vazhdoj do jetë sipas premtimeve 2 në vit. Gjithashtu janë rritur dhe rrogat e administratës publike, është rritur paga minimale dhe është rritur paga mesatare. Pra këto janë parametrat makrofiskal të paraqitura nga qeveria. Ju i vini në diskutim të gjitha këto? Absolutisht po. Absolutisht po, sepse nuk janë qëndrueshme, janë elektorale edhe shpesh janë premtime që nuk zbatohen. Sidomos për sa përket pensionit. Sepse kemi 730.000 pensionistë, kemi 750.000 njerëz që pagojnë sigurinë shoqërore. Me këtë raport nuk mbijeton gjatë Shqipëria. Dhe arsye pse mbijeton aq sa mbijeton tani është sepse pensionistët janë në mëshirë të fatit familjarëve, të fëmijëve tyre. Por edhe ata janë të ekspozuar drejt për drejt, sepse duke me politikat politikat fiskale të kësaj qeverie, forcimi në këtë përmasa i lekut, kosto më të madhe e ka mund tek njerëzit më të varfër, të cilët janë në mbijetesë për shkak të edhe mbahen me remitancat e familjarëve. Dhe këtu po flasim për llogaritë diku tek 220.000. Dhe sipas bankës qendrore dhe kosto thelbësore drejt për drejt është pikërisht edhe kursimet e diasporës. Pra edhe sikur të marrin tarifet e pensioneve, nuk e kompensohen dot demin e tyre që fuqia blerëse brenda 3 vitesh ka rënë 30%. Shkozemi në fund të emisionit, por më ngacmon pak kjo, si shpjegohet pastaj që këta 730.000 pensionistë votojnë në masë Partitë Socialiste apo pjesë e diasporës? Shiko, kjo është bisedë tjetër. Por së pari një të marrim një elementet makroekonomike të vendit. Po është vërtet që ka rënë borxhi, po ajo nuk reflekton sa janë kontratat. Pra borxhi në mënyrën e matjes nuk reflekton kontratat ku shteti i obligohet palëve të treta, të cilat po të llogariteshin sepse mënyra se si bëhet matja do ta rrisin shumë më tepër në qiell. Së dyti borxhi ka rënë sepse në kurisë të qytetarëve dhe kursimeve të diasporës, duke ulur vlerën e euros mbi 30% dhe duke bërë për shtetin që i pret vet lekët e bën vlerën shumë më të lehtë me shly borxhin. Po ka një buxhet më të madh, i cili të kryej kaput edhe me faktin e rritjes së çmimeve. Çmimet mesatarisht në Shqipërisë janë 100.4 të mesatarisht sipas Eurostatit, 100.4 të mesatarisht të Bashkimit Evropian. Bashkësatarat tona janë në nivel nominal 30%, në nivel të fuqisë blerëse 40% të Bashkimit Evropian. Pra gjitha që përmenden janë duke ndodhur në kushtet e varfërimit të më tutjetshëm të qytetarëve. Në shkatrimin, dëmtimin e më tutjetshëm të cilësisë së jetës së tyre. Edhe në dobësimin e fuqisë së tyre blerëse. Edhe mundësia dhe çështja kryesore këtu është që ai gjithjam sa mund të kenë është duke u tretur, mundësia afat mesme, jo afat gjate, po afat mesme, me këtë të kurit të popullsisë, me këtë largim, me këtë rënien së fuqisë blerëse, me varfëri, me këtë plakë të popullsisë, ku gjithmonë më pak kemi popullsi, segmente të shoqërisë që janë aktive. Me këtë shpërdorim, se nuk kemi ndonjë reformë në mënyrë se si menaxhojnë fondet. Ne shikojmë që ndërtojnë rrugë me çmime 4-5 herë më të larta se për shembull, po shikojmë një rrugë në Shqipëri, jo jashtë, në Shqipëri, e ndërtuar nga Banka Botërore, kushton 4 herë më pak. Kushton 20%, 30% të asaj që kushtojnë rrugët e ndërtuar nga shteti. Pra, ne nuk kemi asnjë përpjekje që edhe këto shpenzime që bëhen të kursehen ose të administrohen më mirë. Për shkak që unë e shikoj të kolaps të pashmangshëm
sepse këto janë të shifra shumë koforte të demografisë. Kisha një pyetje për fund, për shkak të minutazhit, që është kriza e katërt apo kriza ndërkombëtare, e cila duket që ka rritur jo vetëm çmimet e naftës dhe të gazit, pra çmimet e energjisë dhe çmimet e transportit, po duket që do jetë një krizë e përgjithshme botërore në varësi të zgjatjes, e cila natyrisht nuk mund të paprekur të Shqipërinë. Si mendoni se do ndikojë kjo, domethënë, përveç se sa ka ndikuar deri tani? Po ne do kemi ndikim të shumë fisht. Edhe kjo nuk lidhet vetëm me çmimin e naftës, si po ashtu në zinxhirin e vlerës ka impakt në tëra sferat e ekonomisë edhe të cilësisë së jetës, por lidhet edhe me shumë elemente të tjera që prekin drejt për drejt ekonominë e Shqipërisë, lidhet me tregtin, në fundit partneri kryesor tregtar i Shqipërisë është një partner kryesor, pra partneri i tretë është Kina dhe tashmë është rritur kosto e transportit detar, kostoja e tregtisë, pra edhe mallrave që vinë rritet duke shkaktuar inflacion. Si në sektorët kryesorë të ekonomisë. Sektori tjetër që është bërë kryesor i ekonomisë në Shqipëri është padyshim është për turizmi. Turizmi për shkak të krizave ndërkombëtare njeh kurje, jo vetëm se rritet kostoja e transportit ndërkombëtar, por sepse njerëzit tremben edhe rrezikojnë. Dhe frika ime është që nëse përshkallëzohet më tutje, Irani mund të përdor edhe rrjetet ndërkombëtare të terrorizmit, sepse duket qartë atë që strategjia kryesore e Iranit është ajo që quhet përshkallëzim horizontal. Pra duke qenë se nuk mund të konfrontohet drejt për drejt në një betejë me përsinë luftarake teknologjike që ka SBA-ja dhe Izraeli, reagon duke përhapur krizën në nivel global që rritet presioni pastaj ndaj SBA-ve që të tërhiqet. Dhe reagimi i tyre tani ka qenë relativisht rajonal edhe relativisht i targetuar, por që për shkallëzim vazhdo më tutje, sigurisht se po shohim që po afrohen trupa toksore në drejt gjithë Persik për Shtetet Bashkuara të Amerikës, po afrohen marincat. Atëherë rreziku është që ata mund të përdorin edhe forma të tjera proxy. Dhe nuk flasim vetëm për sumet që bëjnë Hezbollah, Hamas, milicit shiite, Hutit, por mund të rritet edhe një rimërkëmbje, po themi, të investimeve për rrjetet e ekstremizmit të dhunshëm islamik në Evropë, që mund ta bëjë akoma më të rënd edhe klimën e turizmit. Dhe ne na prek drejt për drejt kjo. Po ashtu, ne jemi vend i varur nga remitancat. Shumica e banorëve që po themi që kanë ngelur këtu, një pjesë e mirë e tyre po themi kanë sigurisht të ardhurat e tyre nëpërmjet lëmoshës së familjarëve të tyre, dhe nëse ata preken ekonomikisht në vendet e Bashkimit Evropian, ata kanë më pak para për të sjellë këtu. Pra neve kemi edhe goditje të rthorë. Në një fjalë nuk shihni dritë fund tunelit. Jo, e shikoj të vështirë, domethënë nëse kjo krizë vazhdon më tutje, ne kemi sektorin e ndërtimit kryesor. Ndërtimi ynë një pjesë mirë të lëndës së parë merr nga Kina, që do kaloj pikërisht në atë kushticën e Babel Mandebit, do kaloj në Suez për të ardhur këtej. Pra elemente që kanë impakt drejt për drejt, qoftë kosto e naftës, qoftë kosto e transportit detar, qoftë vullneti ndërkombëtar për të udhëtuar për turizëm në kushte e pasigurisë globale. Tëra këto janë që na preken direkte, sepse ne kemi një ekonomi shumë të pashëndetshme, ku sektorët që janë më të qëndrueshëm, më rezilient, që janë sektorët e prodhimit vendas, janë inekzistent dhe që janë sakatuar për shkak të rritjes së forcës së lekut dhe rënies së peshës së euros. Dhe neve jemi të varur nga disa sektorë që janë lehtësisht të luhatshëm në këtë arendë ndërkombëtare. Në fundit, ata që janë konsumatorë që blejnë disa prej banesave tona ende janë diasporë, që atyre ngelen më pak para për shkak krizës që do preki Bashkimin Evropian. Ata do pagojnë më pak edhe për ndërtimin, bashkë se kosto. Pra, në tëra aspektet, nëse kjo krizë vazhdon shumë, ne do jemi ndër më të prekshmit sepse jemi edhe më të pasigurtë si ekonomia, kemi një ekonomi më të pashëndetshme dhe më pak produktive. Të varura nga sektori shërbimi edhe nga sektori jo produktiv siç është ndërtimi. Pra, në këtë aspekt ne jemi të rrezikuar. Faleminderit Adri, ishte një kënaqësi të kisha sot në studio politologun Adri Nurellari, me të cilin bëm një bisedë shtetëruse dhe holistike për sa i përket zhvillimeve më të fundit politike në Shqipëri dhe Kosovë, zhvillimeve gjeopolitike në botë se si këto do ndikojnë edhe në Ballkanin Perëndimor dhe në Shqipëri posaçërisht, dhe atë që prek xhepat e qytetarëve, natyrisht çështjet ekonomike të tilla si kriza në ndërtim, kriza buxhetore, kriza e turizmit dhe natyrisht kriza e fundit ndërkombëtare me efektet të implikimit që do ketë në rastin e Shqipërisë. Faleminderit dhe miru takofshim në puntatën e radhës. Çeknesi.